Zëvendës kryeministri anjëherësh ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku është shprehur se abonentët familjar po paguajnë faturat e energjisë elektrike për muajin shkurt me një çmim 10.5% më lirë. Sipas Ballukut, ky është një vendim i shumë pritur nga të gjithë, ndërsa përfitues të saj janë rreth 95% e klientëve familjar në Shqipëri. Puna jon dhe performanca jon matet më shumë elementy, nga ato më të rëndësishme janë niveli i arkëtimeve dhe niveli i uljes së humbjeve. Ajo çfarë u vendosi ishte që të kishim dy kategori konsumi në faturën e energjisë elektrike. Do të jetë vetëm një çmim. Nëse ju si abonent konsumoni në 700 kW, atë të konsumit ju do e keni të shumëzuar me 8.5 lek. Nëse do të keni konsumuar mbi 70 kW, atëherë konsum do të keni të shpenzuar me 9.5 lek. Rreth 95% e klientëve familjar në Shqipëri konsumojnë në kategorinë 700 kW. Ndërkohë, disa pensionistë që kanë përfituar nga kjo ulje e çmimit të energjisë elektrike janë shprehur falendërues për këtë vendim të qeverisë. Patjetër nuk diskutohet që jam përfitues derisa është ulur çmimi për kilovat. Po shumë mirë, ajo gjë e mirë, si nuk është e mirë. Normalisht është gjë e mirë. Shumë mirë do të të keq me unë çmimin, gjithë e duan, si se duan. Edhe i që ka do ta ulë, jo ne që jemi me pensionet. Me të sheshet drejta është sa po shoh këtu, do të thënë pas një fitim mujor 8.000 lek. 8.000 lek, jo do të thënë gjatë gjithë vitit mua më shkon afërsisht 100.000 lek fitim. Si pensionist është gjë e madhe shumë për mua.